Sepse kam thënë, është rast i parë precedent demokraci që qohen njerëzit me vullnet të lirë rrëzojnë një model. Në 11 dhjetor jam lutur Sali Berishës në mënyrë figurative i kam thënë doktor, ky kuvend është kuvendi më i rëndësishëm, gjëja më e rëndësishme që ka ndodhur në demokraci mas 90-s. Njerëzit kanë ardhur me vullnet të lirë për të rrëzuar modelin që ofroi Lulzim Basha. Dhe po ta trajtosh këtë vullnet, trajtosh një model si Lulzim Bashës, fillosh ndërtosh një vullnet, një model të rinjashëm me Lulzim Bashës, ky do kthehej bumerang për Partinë Demokratike. Në atë kohë kam qenë aktivist që në momentin që është themeluar ajo parti, dhe kjo mungesa e debatit më ka bërë përshtypje gjithmonë. Pse jam fokusuar te debati? Gjithse cili për jush e ka parasysh se qoftë kur e ndjek media, qoftë kur ulet me dikën në kafe, qoftë kur ulet me dikën edhe në raport e pune, pa komunikuar dhe pa debat nuk e njeh tjetër. Nuk mund ta gjykosh tjetrin vetëm nga ajo çfarë vesh dhe çfarë duket. Kur fillon edhe një gjë tjetër me një debat, merr vesh edhe cilat janë vlerat e personit. Dhe kur merr vesh se cilat janë vlerat e personit, sidomos nuk ka gara, dhe dy persona ulen këtu dhe flasin me auditorin, ti gjykon se këtë mund të zgjedh. Tash unë po shkoj pak më anë për te, pse e kanë hiq debatin? Kam një çështje e platformës time në këtë garë, cili është debati, vlera e debatit në politikë dhe çfarë sjell debati në politikë. E kam argumentuar që debati është heq qëllimisht. Pse është heq qëllimisht? Nëse unë jam këtu dhe heq debati, mund t'ia vë gishtin secilit edhe ta stimuloj dhe të bëj karrierë brenda Partisë Demokratike. Nëse unë jam këtu me debat dhe ju i shihni, unë nuk mund ta shketë rregullin që më të zotin ta nxjerr mbrapa dhe më të pa zotin ta nxjerr para. Sistemi politik që ka funksionuar Shqipëri quhet sistem kacavierje. Doktorit i kanë thënë që iku situata e mëparshme, e ndërtoi sistemin e kacavierjes Lulzim Basha, sepse kujdo i vinte gishtin dhe brenda 24 orëve e kishte deputet. Nuk mund shkoj më në kam fakte, zonjë, unë ndërtoj gjithë atë çfarë them vetëm në fakte dhe deklarime publike, vetë persona. Nuk marr përsipër, unë di edhe shumë më shumë, nuk marr përsipër të flas, për shkak se mblut të nxjerr faktin të përballë, siç janë Albana Voshi, Dedi Balokos, tjetër, them. Ky është fakti dhe mbyllori. Nëse se kam faktin më mbyllori për vete. Kështu që ajo ka funksionuar, po nuk mund ta them se s'mund ta faktoj. Dakor, unë nuk mund ta them këtë. Pra, sistemi i kacavierjes që ndërtoi Lulzim Basha e ka zanafillën datë me 11 dhjetor. Unë 11 dhjetorin e kam vlerësuar, ndoshta edhe më shumë se Sali Berisha. Sepse kam thënë, është rast i parë precedent demokraci që qohen njerëzit me vullnet të lirë rrëzojnë një model. Në 11 dhjetor jam lutur Sali Berishës në mënyrë figurative i kam thënë doktor, ky kuvend është kuvendi më i rëndësishëm, gjëja më e rëndësishme që ka ndodhur në demokraci mas 90-s. Njerëzit kanë ardhur me vullnet të lirë për të rrëzuar modelin që ofroi Lulzim Basha. Dhe po ta trajtosh këtë vullnet, trajtosh një model si Lulzim Bashës, fillosh ndërtosh një vullnet, një model të rinjashëm me Lulzim Bashës, ky do kthehej bumerang për Partinë Demokratike. Dhe e kritikova me shumë finesë ditën e parë, i thash, doktor, nga 29 e janur nga YouTuberi e themelimit nuk ka procedurë dhe filtra se si është përzgjedh dhe si po votohet sot. Pra veprimin e parë në përzgjedhjen e njerëzve po e bën një lloj si Lulzim Basha. Thoni ju a përfiton ti nga kjo? Unë nga kjo përfitoj, nëse ja them dikujt, përfitoj gjithë kuptohet dhe çdo kush përfiton kosta. Sepse gjithmonë kur flet përfiton një kosto e cila pengon karrierën tonë, sepse kështu e kanë ndërtuar sistemin. Në vazhdimsinë pas 11 vjetorit, gjithë Partia Demokratike ka qenë në vëzhgimin e opinionit për një çështje të rëndësishme. Pra debati dhe futja e debatit u premtua edhe nga doktorët se mos i largohem kësaj teme. Që nga dita e parë e foltorës deri në 30 prill është diskutuar dhe është thënë gjithmonë që do ketë primare. Primaret janë shkalla më e lartë e debatit. Janë një debat i organizuar me shumë detaje. Po të kërkosh minimumin e debatit, ky është një deklarim i doktorit, besoj që secili për ju që kanë thënë që gjithë foltorë takimeve të foltorës. Dhe kjo është arsyeja që unë i kërkoj Sali Berishës si kandidat në këtë rast,
respekto premtimin e dhënë në fotore. Ai thotë jam konservator. Konservatorët nuk flasin sot dhe i ndrojnë fjalë nesër. Konservatorët janë njerëz të qëndrueshëm, sepse e vrasin matën mirë kur flasin, dhe flasin për parime që i ka vërtetuar njerëzimi me shekuj, dhe në momentin që flasin në lëvizje ndodh për shkak të qëndrueshmërisë që kanë. Nuk duket një tipar konservatori doktorit në këtë rast, dhe të disa premtime të tjera, siç ka qenë vota e shenjtë, mbi cilën duhet ndërtohet një sistem. U kry votimet e 30 prillit dhe unë në 30 prill prap kam kritikuar, dhe prap kam diskutuar në lidhje me disa problematika. Çfarë problemi kam ngritur aty? Kam ngritur probleme që kishin në bënin me organizimin demokratik të mërshëm, të vota. Dhe i kam thënë, doktor, janë disa persona brenda Partisë Demokratike që dalin edhe deklarojnë që një vjetë, si që është Edi Paloka në rastin konkret. Nuk e kam e ndihë për të marrë Edi Palokën për shembull, se Edi Paloka ndoshta mund të jetë më ndershëm se ti, se e pranon këto fakt. Tash çfarë ndodh? Nëse unë të dalë të them nesër do bërtas me të madhe që unë kam vrarë dika. Vjen prokuroria dhe hallkat e drejtësisë dhe fillojnë procedurat në raport me mua, se në gjithë kanë që vërtet në lidhje me një krim. Në momentin që Edi Paloka deklaron diçka të tillë, bashkë me popullin drejtuese, dhe për më tej më 13 qershor, evidentohen proces verbale ku edhe Albana Vokshi, që sot është kryetare e një komisioni elektoral, ka hedhur firmën për manipulime, janë bërë dukshëm dhe qartë manipulime 13 qershor, ka dokumenta që e vërtetojnë. Unë jam për doktorin një gjë thjeshtë. Mos i thuaj demokrat dhe shkoni kontrolloni vota, se demokrat nuk kanë Terezi me kontrollu 1400 votime 150. Janë shumë. Nuk i dilet në fund. Ndalo fenomenin, kur ti e verifikon që një person vjet vota, ndërpreti karrierën politike. Pra vota nuk mbrohet me fjalë, e mi thanë njerëzve, shko kontrolloj 1400, 150 shkon shifër shumë e madhe. Nuk ka asnjë njeri të mundshëm për ta bërë një kontroll tjetër. Doktor mos u tall me votën, dhe tallja me votën aty ku fillon? Tallja me votën fillon kur duhet një votues i voto për 150 persona. 150 persona, asnjëri për ju shkot ka pe listën, njerëz jo nuk i rendit dot. Dhe ka një rregull shumë thjeshtë që kemi kërkuar statutin e Partisë Demokratike. 2 deri në 10% personave në listë mund të votojë delegati. Pra nëse unë kam 400 emra, mund të votoj 20 emra, që të kenë kuptim votimi im. Tash pse e deformojnë këto sistemin e votës? Pse nuk e lejojnë këto debate? Dhe si duhet fut sistemi i votës? Ka rregulla shumë të thjeshtë. Një rregull statutor që i kemi kërkuar kur teknologjia ka ecur shumë përpara është çdo proces votimi dhe proces numërimi filmohet. Nuk mund numërohen votat nga një grup 4 vetë, mbyllen mrena zyrë dhe askush nuk i sheh. Votat vjen kamrat, filmohen, numërohen, dhe kush ka një nevojë për t'i bërë, merr diskun dorë dhe i sheh. Kjo quhet transparencë demokraci. Transparencë nuk quhet mu mbyll një grup mrena me numër vota. Sepse hidhen dyshime. Dhe dyshimet shtohen edhe amplifikohen kur personat që drejtojnë proceset kanë dhënë prova që manipulojnë vota dhe nuk janë dëshkuar. Pra gjithë ky proces demokratik mrena Partisë Demokratike nuk ndërtohet me fjalë, nuk ndërtohet me thirrjet e doktorit që na bën ne shkoni dhe verifikoni votat, po ndërtohet me rregull, ndërtohet me vepra konkrete. Janë dy themele, janë dy çështje të rëndësishme që janë themel demokracisë. I keni kërkuar për një kohë shumë gjatë, gjithë drejtuesët, duke nisur Lulzim Bashës se Sali Berishës i element shumë të rëndësishëm karrierë. Nuk e përmend asnjëri. Unë nuk du ta ludoj se këto i bëjnë veprimet në mënyrë qëllimshme për ta vrarë demokracinë. Po nëse nuk i bëjnë në mënyrë qëllimshme për ta vrarë demokracinë, atëherë mbetet rruga tjetër që këta persona nuk e njohin demokracinë. Rrugë tjetër nuk ka. Ti kërkosh njerëzve të vendosësh elementet themelor të karrierës, të konkurrencës. Ti kërkosh që të futet meritokracia, nuk është normë shumë e vështirë, sepse kush e artikulojnë shpesh.
Meritokracia, antarin e thjesht e kanë konfuzuar lidhje me këto terma që përdorin. Ç'është meritokracia? Meritokracia është e thjesht, për jap disa elemente. Një kryetar seksioni, kryetar grup seksioni, kryetar partie, dege, sekretar dege, vërtetohen për punën e tyre gjatë proceseve elektorale. Në qoftë se unë jam i suksesshëm dhe shkoj me rritje dhe kam dhënë prova, askush nuk mund ta ndalë karrierën time. Pra, emri im për të konkurruar diku më lart e kam përcaktuar, vlerat e punës time e kam përcaktuar. Nuk e përcaktojnë për orjen. E kemi kërkuar këtë çdo post dhe çdo drejtues në një pozicion caktuar, në rast të rezultateve pozitive, nuk ka nevojë të marrë leje askujt për të kandiduar më sipër. Ndërsa çka ka ndodhur? Qoftë me Lulzim Bashën, dhe me fatkesisht e shoh që po ndërton këtë sistem edhe Sali Berisha. Si po ndërton? Po ndërton që humsin e merr dhe e gradon, fituesit i thotë ky nuk takon. Po nëse i dalën sot Sali Berishës me Partinë Socialiste dhe duhet të rikthehet mas 3 muajsh. Çfarë do thotë para Sali Berisha? Do të fusën në listë antar kështu të kombëtar që të mafrojnë partinë? Cili është modeli? Largohu mund ikë të bëj kundërshtarin, kthej rregullat e lojës dhe ti për të bashkuar. Do më figurativisht partinë, se nuk quhet bashkim, ti më ofron mund të jem pjesë e strukturave drejtuese. Do më njerëzit që kanë kohë që bëjnë karrierë dhe kanë kohë që japin kontribut. Do t'ju shkelet merita, do t'ju shkelet gjithë ky kontribut dhe të shohin me sy se si një që del vjen dhe futet del nga dera dhe hyn nga dritarja. Dhe kjo karrierë që diskutohet, dhe këto element karrierës janë element thjesht. Në qoftë se ti largohesh nga kjo parti, ti i rikthesh ciklin nga e para. Të duhen 4 vjet që ti të konkurrosh për herë të parë në partinë tënde ku u largove. E kërkon rregull, nuk është se këtë po e zbuloj unë, këto rregullash mbi institucionin e karrierës po i sajoj unë. Sepse prishet, ju do të thoni se ne duhet jemi organizëm i bashkuar. Si mund të jesh organizëm i bashkuar ti, politik, kur ti shes se si shkelin të rregulla, gjithë secili nuk afrohet se unë bërtas e tjetri bërtas në Partinë Demokratike. Po afrohet kur e sheh që aty ka rregulla loje dhe ato rregulla loje respektojnë gjithë. Po e kemi synimin. E kemi synimin të mundi me Tiranën. Pse është bërë kaq problematike mundja e Tiranës? Sepse Tirana tashmë e ka ndërtuar një sistem. Ku e kam shtet sistemin e Tiranës? E kam shtet e manipulimit i opinionit me media deri te manipulimi me votë. Ky sistem politik të manipuluar me Tirana ka ndërtuar dhe e kam shtet edhe mbi oligark, pra një grup njerëzish që kontrollojnë gjithë ekonominë e këtij vendi. Dhe duke kontrolluar ekonominë e këtij vendi, kontrollojnë gjithçka në shoqëri. Nuk pyesim për skandale, sepse të ketë nuk ka qeveri. Besoj edhe në Europë, ku do të botë më shumë skandale se qeveria e Tiranës. Ajsa, ku të fillosh edhe të nëmrosh që skandalet e qeverisë e Tiranës duhet kapësh lapsin. Se i marrë në 3-4, por kur bojnë qindra nuk marrën mend skandalet e Tiranës. Pra është një qeveri që e ka ndërtuar gjithë veprimtarinë e vetë mbi skandale dhe një opozitë që nuk e rëzon dot. Notorikisht qeveria e Tiranës është shumë kollaj për të rëzuar, pse nuk e rëzojmë, se jemi shumë më dopë ne. Iku pjesa e 8 vjeçarit të Lulzim Bashës, nuk po i them, atë nuk po argumentoj se kush i kishte fajet, se gjithë e dim që fajet kryesore i kishte Sali Berisha. Dhe Sali Berisha nuk mund ta quajë sukses vetin largimin e pikrisht atij dëmbi dhe atij pisliku që na e latë pragu i derës. Për mua ka pasur dëmin e vet. Sepse e solli Lulzim Bashën duke shkel një rregull bazë në 2013. Ndroi rregullat e lojës me 24 orë vet. Askush nuk e ka gjykuar. Gjithë thoshin është më demokratike, që mos votohet me delegat, që ishte rregulli, po Sali Berisha e ktheu në mënyrë vetjake të votohet me antar. Pse u ky rregull në Stokolondashin që të bëhet kryetar Lulzim Basha? Okej. Po gjithë kësaj periudhe, gjithë këto vretje, gjithë këto veprime antistatutore, veprime individuale, as në kohën e Partisë Punës,
nuk jenë marrë dhe herë vendimin në mënyrë të njanshme, siç merrte Lulzim Basha, hiç një dhe vin një, as Enver Hoxha nuk i ka pas bërë. Enver Hoxha thoshte po ta dyshim byron edhe komitetin qendror, e vetë është ai merrte. Po njerëzve jepte mesazh tjetër. Askush prej nesh nuk i ka pa këto. Po që Mishë nuk i ka pa, po ka pas njerëz që kanë dalë dhe i kanë analizuar këtë problem. Pra kemi dëpsu partinë tonë ne në kaq kohë vetë që jemi në këtë ditë, që nuk porzojmë dot e Tiranën. Dhe vetmja formë është që ne të fillojmë edhe ta hapim këtë patri, ta shtrim këtë parti. Unë kam kaq kohë që them, është shumë e vërtet që duhet bashkim. Pa mjafton bashkimi për të rrëzuar Tiranën. Bashkim do të thotë mbledhim gjithë kuporin drejtuese të Partisë Demokratike edhe ca të tjerë që kanë dhënë prova se si humbin me 25 prill. Pra bashkimi nuk mjafton. Dhe unë në atë çfarë kam nxjerrë si ide dhe në platformë është që Partisë Demokratike duhet shtrirje, duhet shumim. Edhe ku mbështetet shumimi? Flasësh për përsekutuar të shtresën e atyre që në regjimin komunist kanë vujt, nuk mund të thush hajde se të themu. Po duhet të kesh moralin edhe të kesh besueshmërinë që gjithë ato familje djata që një përqindje shumë e madhe janë larguar sot mund të vinë në Partitë Demokratike. Me pronart, qeveria e Partisë Demokratike nuk ka qenë korrekt dhe pronart e kanë braktisë. Këto në arsye që votat tona kanë dhënë. Shtresa e intelektualëve, shtresa e mesme e punojësve dhe specialistëve që punojnë si sektor privat, si shtetëror, paktën Tiranë me evidenca del që nuk përkrajnë asnjë parti, janë të mërzitur. Dhe si mërzitur që janë, e si dezilluar që janë, largohen nga Shqipëria. Atëherë Partia Demokratike duhet të fokusohet. Mund bëhet shumë qefi që ditën e parë në Elbasan të thonë Renisi pak të platformë dhe të nesër në të këtu e ndryshoj platformën duke e vu pikërisht këtë që ja përmenda nga Kuksi ditën e parë, që zgjeroi shtresat e shoqërisë nëse do të mundësh e Tiranën, tash i ka vënë rrapa shpinës vetë. Është gjë shumë e mirë sepse rapuni me fushat. Dhe mi përmend dhe mi dhan idenë një tjetrit. Por nëse nuk e zgjeron Partinë Demokratike me shtresa, nëse nuk ka një platformë si rikthehet figurës të arsimtarit dhe që pozicion zë figura arsimtarit në programin e Partisë Demokratike dhe në konceptet e Partisë Demokratike, në fushën e shëndetësisë, cilat janë pikpamjet e Partisë Demokratike, a do jetë konservatore ose jo? S'pari se Berisha nuk përputhet me natyrën konservatore dhe ja u thash që nuk përputhet për shkak se nuk është i qëndrueshëm në gjërat që thotë. Unë të vitë tur para 5 vjetë fjalë që kam folur, po të më nxjerrin përpara dhe sot mas 5 vjetë shtem që ndryshova mendim për një X problem. Sepse unë me të në kokë i kam pas për qenë i qëndrueshëm për ta vrarë menin për ta analizuar. Pra këtë që po flas nuk është çështje personale me Sali Berishin. Këto kanë bën me pikpamje dhe kanë bën me koncepte. Ku qëndron konservatorizmi? Mbro pronën, se prona dhe familja janë shumë të rëndësishme. Prona i jep garanci familjes. Çfarë po bën Partia Socialiste? Ka arritur deri atje që ja merr pronën njërin dhe ja jep tjetrit duke thënë që ne kemi e bëjmë këtë për investimet tona strategjike. Si mund të marrësh pronën time ti, të shkelësh drejtën time themelore dhe t'i japësh dikujt tjetër? Kjo është e papranueshme. Qa do të thotë që në qoftë se ne do të hapim Partinë Demokratike drejt këtij elementi, shtrirjes, dhe kjo do edhe njërë pjesën e parë moralit. Në momentin që ne nuk e shohim në vërtetën në sy, nuk ka moral aty. Në momentin që shohim dikë duke vjedh vota dhe nuk hapim zonën asnjëri aty, nuk ka moral. Sepse po votë tim dhe drejtat vjedhë unë. Po më votë dhe unë bomi gjithë hajdut, me një shpi ku janë gjithë hajdut, ato që shohin atje matan kanë kriju imazhin e pariparueshëm në shtëpisë tonë raport me elektoratin. Kështu që pra unë kërkoj Sali Berishës se shumë janë nga ato që çfarë kërkon ti përjashtohet struktura kupola drejtuese e PD-s. Po pse kush janë kupola drejtuese e PD-s? A disa njerëz mund të ketë lejsh në Kuks, në Vlorë, në Fier, i zëvendësojnë për 24 orë. Janë më të ndershëm, janë më të qëndrueshëm, janë më të dinjitet.
Na kanë mësuar kokën tonë që këto njerëz nuk zëvendësohen. Për mua zëvendësohet Sali Berisha, Albana, tjetri. Ky është institucioni i karrierës, kur ti bën gafa ai marron punë me del nga drejtarja futet tjetri. Nuk rrin njerëzit që bëjnë gafa në politik gjithë jetën e tyre për 30 vjeç dhe thotë do hapim rrugën prezitri, si hapet rruga prezitri? Po si ki dikush që ka 30 vjeç që dështon nuk e hapet rruga një tjetri, se ne nuk shtojmë venet, aq venet do jenë aty për të bërë politikë. Sa janë parlament, sa janë tek kryesia e Partisë Demokratike dhe tek Këshilli Kombëtar, kjo është kupola e Partisë Demokratike. Unë ju falenderoj, pak a shumë u mundova në 2 linja t'jap atë çfarë unë mendoj në lidhje me edhe mënyrën se si duhet konfigurohet Partia Demokratike dhe dash disa elementë pas se si mund saksohet dhe si mund sqarohet njëri mirë dhe të heqim dorë nga vesi i vjetës. Debati sidomos dëshmëri për të ndërtuar sistem vlerash që sistem kacavjedhje, konkurrenca, shtrirja e Partisë Demokratike, pikpamjet konservatore që unë sot për pari herë jam munduar dhe i kam sqaruar më gjerësisht në Facebook, që nga fillimi i shoqërisë njerëzore hap pas hapi se si dhe pse janë pikpamjet konservatore për mua, pikpamje themelore në politikën e PD-s, që do të thotë që nuk jam personalisht me gjithë spektrin e djathtë. Unë personalisht duhet t'ju them njerëzve që jam konservator. Për këto arsye dhe e fundit, se si duhet konceptu përballja me qeverinë e Edi Ramës, një qeveri që në themel ka manipulimin, ka oligarkin, dhe sot nuk mund të drejtohesh Edi Ramës mos një rrugën nga BE-ja, siç i drejtohet doktori, se po nuk e lut rrugën nga BE-ja do të gjej fundin. Fundi duhet ta gjej për këtë domet që i kanë bërë shqiptarëve. Jo se luna po nuk rrugën nga BE-ja, faleminderit.